Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 24. Data 24 një ditë me rëndësishme, por dhe vështirë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë, sidomos në lidhje me punën, por kemi një ndikim shumë të madh, sepse dhe ndikim planetare në lidhje me çështjet që lidhen me punën, me karrierën, me ndryshimet, me vendimet, me ndryshimet që ka të bëjnë. Data 24 kemi Afroditën nga Shqiptari që formon një katërkëndësh me Neptunin në Peshk. Ky kënd mund të na bëj më nostalgjik për të kaluarën me një tendencë për të idealizuar, të rrisit tendencat tona, për të ndikuar në lidhje me udhëtimet, ndërsa kërkon vëmendje në marrëdhënie të veçanërisht me njerëz të shkuarës dhe karakterin e cilëve nuk njohim shumë mirë, sepse mund të mashtrohemi nëse në nivel romantik apo financiar. Duhet pasur kujdes në këtë drejtim, sepse gjërat mund të mos jenë ashtu siç neve i presim, por gjithsesi nëse kemi takime, bisedime të rëndësishme në lidhje me vendimet që marrim. Prandaj duhet pasur shumë kujdes jo të nxitohemi në vendimet që do të marrim. Gjithashtu ka të bëjnë me Afroditën që kalon në Bricap, një kombinim interesant për sa i përket planetit të kënaqësisë, dashurisë, parave, mjedisit dhe jo vetëm. Kjo do të thotë që ky pozicion Afrodita na pregatit që të shohim gjërat me ambicie, sepse duke pasur parasysh dhe ndryshimet që kanë bëjnë mënyrën si neve i shprehim gjërat, nga ky pozicion Afrodita është në anën më të mirë të mundshme dhe jo vetëm kaq, që mirë është të menaxhojmë financat dhe të thrasim logjikës. Logjika është ajo që neve çfarë do të bëjmë, duhet të kuptojmë arsyen pse, qysh dhe çfarë. Është koha më e mirë e mundshme dhe një kënd i shkëlqyer që do të thotë në lidhje me ndryshimet dhe vendimet të mëdha që kemi në këtë drejtim. Ajo që ka të bëjnë Afroditën nga Bricapi duket se nderon traditën dhe familjen ton dhe disiplinën në familje. Afroditën nga Bricapi do të thotë që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë me ndryshimet, ka të bëjnë me vendimet, ka të bëjnë me kohën që do të thotë, por megjithatë jemi një ditë para Krishtlindjeve që do të thotë ndikon pozitivisht Bricapët Demi Virgjëresha. Por kjo do të thotë që është dhe momenti i duhur për gjërat të rëndësishme. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën ekonomike financiare, mund të na zgjidhë problemet të së shkuarës. Tani, pas të fillojmë bashkimin e 12 zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për ju që interesoni për bashkimin të lejuar, kemi faqen roz që thot astrologo.al, e keni parë, e keni dëgjuar, e keni gjithmonë, por me qenë se unë jam i detyruar ta them këtë gjë dhe duke pasur parasysh që bashkimet të tilla mund dhe juve të shikoni se ku e gjini veten dhe mund të abononi dhe më pas mund të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, ne doni të dërgoni mesazh dhe shikoni që mesazhi nuk vjen në internet. Pse nuk vjen? Sepse duhet bëni subscribe tek ai butoni që shkon atje. Duke na bërë subscribe, jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen çdo të mërkurë në orën 9:30. Jemi live me juve. Pyetje përgjigje. Dhe kjo do të thotë që neve e mbajmë fjalën dhe juve merrni përgjigjen dhe dërgoni mesazhet, por në kohën që keni bërë subscribe. Për ju që doni që në kohën që ne ju vetëm jemi drejt për së drejti, por shikoni që e merrni këtë përgjigje, por doni diçka më tepër. Atë nëse doni diçka më tepër në ditore, momentale, në kohën e dur që doni, një bashkim që kërkoni se çfarë ndodh në këtë ditë ose në këtë moment, atëherë kemi këtë butonin këtu, që ai e ka emrin membership. E keni pikërisht këtu, ja ku e keni. Në këtë tu e shikojeni astrologu Europulla tek YouTube-i, mos e ngataroni. YouTube-i është aty. Dhe këtu poshtë e gjini dhe në kohën që juve e klikoni, bëni të vendosni të dhënat dhe ku di unë, dërgoni mesazhin dhe provojeni një herë, ku i dihet. E bjani përgjigjen, apo Jorgo thot se kështu ju tek Jorgos edhe thot një fjalë.
shikojeni dhe mund të merrni përgjigje dhe në YouTube, mund të merrni përgjigje dhe jashtë YouTube-it, sepse është privat, jo është i përgjithshëm. Atje merrni gjithçka ju intereson atje dhe shkruani dhe shikoni se si të merrni përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë, fillojmë me shenjën e parë, që është dashi. Çfarë ndodh me shenjën e dashit dhe ku gjërat ndikohen dhe rregullohen, sepse përgjigja është një, mënyra dhe mundësia, koha dhe vërtetësia në punë, në karrierë. Juve i keni mundësitë dhe periudhën e duhur për sa i përket gjërave që juve doni, por në lidhje me çështjet që kanë bëjnë në anën e financave, është që kjo periudhë është mjaft e ndërlikuar, sepse puna dhe karriera dhe ndryshimet që mund të keni është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv për sa i përket çështjeve madhore dhe anën ekonomike financiare. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Bricap dhe me Luan janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Përveç së Demit duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, stabilizuese në lidhje me takime, bisedime, ndryshime, vendime të rëndësishme që mund të merrni, dhe është një kohë shumë e mirë në lidhje me anën e financave dhe të biznesit. Ka të bëjë shumë për juve të kësaj shenje dhe është momenti më i mirë i mundshëm, sepse jemi një ditë para Krishtlindjeve ku na ndihmon fati dhe krijuesi neve të bëjmë gjëra të mira dhe të mendojmë pozitivisht. Demi gjithashtu ka të bëjë me anën shpirtërore, me Akrep të dhjetëdijshit të parë, me Virgjesh të dhjetëdijshit të tretë, ku është pozitiviteti dhe mundësia e artë që ata janë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e binjakëve. Për binjakët të duket se momenti dhe mundësia, dy gjëra kryesore që ju ndihmon juve të shëtë binjakëve të zgjidhni një problem që keni pasur para disa kohëve, por meqense juve nuk jeni aty ku kërkoni, ose ndryshimet të mëdha që do të vinë në lidhje me çështjet e punës dhe të biznesit, ku është një moment mjaft i mirë tani në lidhje me kohën, në lidhje me momentet që do të keni, por megjithatë keni dhe shumë mundësi të arta në lidhje me ndryshime të mëdha, në lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme që do të merrni, por gjithashtu është koha e artë për të marrë vendime të rëndësishme në ekonomi dhe në stabilizimin e saj. Megjithatë, kjo periudhë është periudha juaj dhe koha që do të shikoni çfarë do të bëni në lidhje me anën ekonomike financiare, por dhe një çështje që vërtet gjërat janë pozitive dhe koha tregon që ju jeni me shumë fat në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Peshk të dhjetëdijshit të parë, me Virgjesh të dhjetëdijshit të tretë, është diçka pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Çfarë ndodh me gaforet dhe ku gaforet kanë dhe mundësinë e artë për të rregulluar, stabilizuar gjërat që ndikojnë në favorizimin e tyre, në mundësinë dhe në punën e tyre, ku gjërat janë mjaft pozitive dhe tepër ideale në zhvillime dhe ndryshime që ata kanë. Është një moment mjaft i mirë në lidhje me takimet e punës, sepse puna është baza që juve keni dhe gjërat e tjera që do të thotë që mundësitë dhe koha e duhur është në anën tuaj. Gjithashtu ka të bëjë shumë me Bricap të dhjetëdijshit të parë në dashuri dhe me Peshore, edhe pse keni pasur disa probleme, janë probleme kalimtare dhe jo problematike. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Luanëve. Për Luanët duket se tani në këtë periudhë është një periudhë që vërtet keni mundësit, vërtet është momenti juaj i mëse i mundur, por në anën tjetër keni mundësinë që gjërat të jenë pozitive dhe jo negative. Gjithashtu, një problem i vogël që keni pasur me dash e zgjidhni pikërisht në ditën e sotme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e
Virgjëreshës. Për virgjëreshat duket se tani është momenti dhe koha e duhur për të zgjidhur problematikat ose gjërat të tjera që do të keni tani tutje, nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në lidhje me ekonominë, me stabilizimin e saj dhe gjërat të tjera që do të ndikojnë në fushën e ekonomisë dhe të stabilizimit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dashët e ditësh të parë, me shigjetarët e ditësh të tretë, është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive për zgjidhur problemet dhe kohën e duhur mbi arritjet dhe mundësitë arta që do të keni juve të shenjës së virgjëreshës në lidhje me ekonominë. Në lidhje me dashurinë duket se me virgjëresh dhe me virgjëresh të ditës së tretë, virgjëresh me virgjëresh të ditës së tretë, me bricap të ditës së parë është një periudhë mjaft pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Çfarë ndodh me peshorët dhe ku peshorët ndikohen ose ndryshimet, stabilizimit dhe mundësitë që kanë të bëjnë tani tutje, është një moment mjaft i mirë për sa i përket periudhës dhe kohës së duhur mbi ndryshimet edhe kohën e artë që juve keni në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve dhe të vendimeve që do të merrni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforët e ditës së parë, me ujorët e ditës së tretë, do të thotë i diçka shumë pozitive, madje është momenti i duhur për sa i përket zhvillimeve dhe ndryshimeve që juve keni në fushën e dashurisë. Ka të bëjnë mjaft me dem dhe me luan të ditës së parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e akrepit. Për akrepët, kjo periudhë është periudhë kalimtare, nëse e marrim kështu, por jo problematike për zgjidhje të problematikave dhe të çështjeve të mëdha që keni. Është një moment shumë i mirë sepse zgjidhja e problematikave në lidhje me takime, në lidhje me bisedime shumë të rëndësishme financiare dhe kohën e duhur për të marrë zgjidhje mbi takimet dhe bisedimet që do të keni. Në lidhje me bisedimet, sidomos me bisedimet, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në lidhje me anën e biznesit dhe të karrierës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujorë të ditës së parë, me dem të ditës së tretë, është perfektja dhe jo problematikja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët, çfarë ndodh me shigjetarët dhe ku shigjetarët ndikohen dhe favorizohen në anën tuaj të biznesit dhe të karrierës. Në çështjet e biznesit duket se është momenti më i mirë i mundshëm. Tani shigjetarët nuk humbasin vetëm fitojnë, është një moment mjaft i mirë në lidhje me takimet dhe bisedimet që kanë bëjnë, por gjithsesi është një periudhë që kërkon vëmendje dhe kohë. Dashuria duket se megafore është ana e tyre. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapit. Për bricapët duket se tani në lidhje me punën e tyre kanë disa probleme të vogla, por janë të zgjidhshme nga dreka dhe ditës së parë dhe ditës së tretë. Por mos u nxitoni sepse gjërat janë mjaft fantastike dhe është një moment mjaft i mirë për të zgjidhur një problem mjaft të madh ekonomik. Por në dashuri duket se me peshore është vetjeta. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Për ujorët kam lajme shumë të mira, sepse zgjidhin problemet e tyre, zgjidhin çështje problematike në lidhje me takime, në lidhje me vendime shumë të rëndësishme financiare dhe biznese në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrepët e ditës së parë, me gaforët e ditës së tretë, kanë mundësinë, por me ditës së tretë të gaforës kanë pasur probleme dhe ndarje, por duket se kjo zgjidhet pikërisht tani, se është momenti i duhur për të arritur qëllimit tuaj. Në çështjet që kanë bëjnë me bashkim familjar, është me peshore dhe me dash të ditës së dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshëve. Përsa përket peshëve, peshët nuk kanë probleme ose çështje që mund të kenë në një të ardhmë të afërt, e kanë zgjidhur problemin, kanë kohë. Dhe kjo është momenti më mirë i mundshëm tani e tutje, ku gjërat janë fantastike, ku gjërat janë në pozicionin më të mirë të mundshëm të ekonomisë, të stabilizimit, të ndryshimit dhe jo vetëm çështjet që kanë bëjnë me ekonominë, kanë bëjnë me stabilizimin, kanë bëjnë me ndryshimin e madh që juve keni në fushën e karrierës, keni në fushën e biznesit, keni në fushën e ndryshimeve të mëdha që do të ndikojnë, do të diktojnë tani e tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me akrepët e ditës së parë, kanë bëjnë me binjakët e ditës së dytë, ku është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në vendimet që do të merrni. Këto ishin pak a shumë përsa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 24 dhjetor
të 2025-ës. Para se të ndajmë bashkë, unë rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashikrim të detajuar, atë kemi pikërisht faqen e rosë që shikoni atje, duke klikuar dhe më pas duke bler paketën tuaj dhe numër përkatës të blerjes, shkoni tek sekretaria, pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt përshëndetjes me juve, kemi pikërisht këtë butonin këtu dhe duke na bërë subscribe, jeni gati, automatikisht mund të dërgoni mesazhin në pyetje-përgjigje për të marrë përgjigjen në kohën që ne jemi drejt përshëndetjes me juve çdo të mërkurë në orën 9:30 mbasdite. Për ju që doni që në një parashikim ose diçka që ndodh ditë, javë, muaj, në një moment të caktuar, kemi membership. Keni pikërisht këtë butonin këtu, e shikoni dhe duke klikuar jeni gati për të dërguar mesazhin në privat dhe të merrni përgjigjen tuaj personale. Nga unë Rëpudha, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirë.